Çështja misterioze e Pier Fortunato Zanfretta. Kush nga ju ka dëgjuar për atë zotërin këtu, një italian që është rrëmbyer nga alienët ose ka patur kontakte me alienët. Ndiqeni këtë material sepse do t'ju them dhe pse sot nuk flitet më për alienët. Nuk e di e keni kuptuar apo jo, por deri në nëntor të vitit kaluar, flitej pothuaj çdo ditë. Pse nuk flitet më tani? Prisni se do t'ju them disa gjëra të rëndësishme që të kuptoni. Atëre, Pier Fortunato Zanfretta ishte një, ose është, edhe pse tani është në pension, le të themi, ishte në atë kohë një roje i betuar, si thon, guardia giurata, roje i betuar. Me një fjalë, këta rojet që shkojnë në për vila edhe bëjnë patrullime, sepse e pagon dikush një shoqëri që merret me këtë, pra me garancinë që mos të vjedhin në përvende. Dhe në vitin 1978, ai ishte ishte i ri, rreth 27-28 vjeç, ai përballet me një dritë. Ishte një dritë në një pranë një vile. Ishte një vend i vogël, aty një baçe vogël, dhe u afrua dhe hapi dritën. Kur përpara tij shikon një gjigant mbi 3 metra. Pra një qenie me luspa nga anët, shumë i gjatë dhe me luspa edhe në trup, dhe u shtang në vend, nuk nxori. Vuri dorën tek pistoleta, por kuptoi që nëse vinte dorën tek pistoleta do ta kishin eliminuar, apo nuk e di çfarë mund të ndodhte. Megjithatë ai e la. Dhe me anë të mendimit, kjo qenie, se kishte edhe të tjera që ishin pranë tij, por kjo qenie i tha, nuk duam të bëjmë asgjë, vetëm do na dëgjosh. Dhe ashtu ndodhi. Pra ata, me sa u kuptua, me kalimin e kohës, e bën të qëllimshme që të takonin Pierin, sepse Pier Fortunato është njeri i zgjuar, nuk është njeri do si do, po nëse keni dëgjuar intervistat e tij, unë nuk e kam takuar personalisht, edhe kur bënim konferenca do dëshironim që të takonim, por nuk koinciduan as ditët dhe as vendet. Dhe ai në atë moment ul, sepse ata e morën dhe filluan që të flisin me të, pra të komunikonin me anë të telepatisë, po flas. Disa kam dëgjuar shpeshherë që disa thonë, po mirë, si komunikojnë alienët? Nëse i keni vënë në disa komente, nuk ka rëndësi që të thot diçka me fjalë, sepse nëse ata kanë bërë gjithë ato miliarda kilometra për të ardhur deri këtu, sepse thuhet që për shembull kjo specie këtu vinte nga një galaksi shumë e largët dhe që quhen Drago këta këtu, ose Drakos. Dhe nëse kanë bërë një udhëtim kaq të gjatë, padyshim nuk është se janë ignorant. Pra mund të komunikojnë në çdo lloj gjuhe, sepse edhe nëse nuk e din gjuhën e planetit, ka mënyra të tjera që për ne janë normal, janë të pakuptueshme, mënyra të tjera që ata arrin që të perceptojnë në trurin e njeriut. Në fakt atë që ndodhi me këtë zotërin. Pra Pier Fortunato bëri një bisedë të gjatë me ta, sepse kishte dëshirë që të kuptonte. Ai s'kishte parë asnjëherë, as nuk e kishte iden fare të alienëve, as nuk kishte dëgjuar ndonjëherë. Me fjalë, kishte dëgjuar, por nuk kishte parë ndonjë diçka të veçantë. Më falni, nuk kishte parë asnjëherë një diçka të veçantë. Dhe për të, kjo ishte jo vetëm diçka e re, por ishte diçka që i ndryshoi jetën përgjithmonë. Do t'ju them se si. Atëre, me kalimin e kohës, sepse ndodhi në rreth 20 minuta, gjysmore, si thot ai takim. Por me kalimin e kohës, për vite me radhë, u takua sërish me ta. Bëhet fjalë që nga viti 1978 deri në vitin 1981. Pothuajse takoheshin shpesh. Dhe çudia është që ai thoshte që takoheshin dhe flisnin, okay? Por më vonë, kur ai filloi që të fliste me njerëz, me ufolog, që të kuptonte se çfarë me kë kishte të bënte dhe kush ishin dhe kush ishte e vërteta,
aty zbuloi diçka tjetër. Zbuloi përveç atyre që dinte. Zbuloi që ata e ekzaminonin, e kishin shtrirë në një vend, jo krevat, si mund të quhet, një tip metalike, dhe i bënin disa ndërhyrje. Okay? Tani, ajo që mos ta humbasim këtë fije këtu, sepse doja t'ja u thosha në fund, po vazhdoj te kjo këtu, pastaj do kthehem sërish tek takimi i tij. Ajo që ishte më çuditshme ishte fakti që pas disa viteve, pra kur u bë i famshëm që foli edhe në për televizion e tjerë, çudia ishte që kur shkoi që të bënte disa teste tek mjekët, pan që ai kishte kaluar hepatitin 1, për një fjalë që kishte qenë kishte arritur në tumor hepatiti dhe e kishte kaluar, dhe probleme të tjera të disa sëmundjeve që i kishte kaluar. Kush e kishte bërë këtë që ai të kalonte këto sëmundje? Pra, si ishte mundur që ai të kalonte sëmundjet pa asnjë ilaç? Pra, pretendohet, ose si thot dhe vetë ai, që sëmundjet, sipas tij, ishin pastruar nga këto qenie. Tani, këto qenie, që ishin këto dragot, si që thash, mbi 3 metra të gjatë, me luspa, me sy të mëdhenj, gjigant, muskoloz, dhe si thot ai që njëri nga këta për shembull mund të krahasohet me 1000 burra. Forca e tij fizike, si thoshte ky. Si thot Pier Fortunato. Dhe ajo që është më e çuditshmja në këtë bisedë është që planeti ku ata jetojnë, siç i kishin thënë këtij, me një fjalë, planeti ku ata jetojnë po vdes, dhe ata thonë që do vinë në planetin Tokë. Pra, nuk dihet se kur, nuk kishin një datë të saktuar, nuk i thanë do vinë në këtë datë apo në këtë kohë, por planeti i tyre po shuhej. Dhe ata ishin të detyruar që të shikonin, të gjenin një vend tjetër se ku mund të shkonin. Mirë po, planeti Tokë, sipas Pierit, është shumë i vogël në krahasim me numrin e popullatës së këtij vendi, me fjalë të atij planeti ku jetojnë këto speciet. Sepse merreni me mend tani, nëse është një planet i madh, për shembull 3 herë sa Toka, e zëm, dhe ka jo 8 miliard, po ka 50 miliard, qenie, merreni me mend se çfarë ndodh që të vinë në planetin Tokë. Kanë mish për të ngrënë sa të duan, sepse me 8 miliard njerëz, ndoshta ata vinë kur të jemi 10 miliard, pak më shumë, me 10 miliard njerëz ata kanë për të ngrënë të paktën për 10 vjet. Kështu që megjithatë më vjen për të qeshur, sepse e kanë diskredituar shumë njerëz Pier Fortunaton, dhe është çudi se si njeriu është kaq, sepse përveç se jemi ignorant, jemi dhe egoist, sepse ne mendojmë që dimë çdo gjë. Dhe e zëm sikur nuk është e vërtet. Pse do gënjente ky Pier Fortunato Zanfretta? Sepse ky e tha pas disa vitesh të vërtetën. E dinin vetëm familjarët dhe shokët. Ai nuk e kishte thënë publikisht, sepse kishte frikë se mos e merrnin si budall ose si një të çmendur. Megjithatë, kur ai shkoi në hipnozën regresive, aty u zbuluan shumë gjëra që kishin ndodhur. Bile në hipnozën regresive doli fakti që ai kishte thënë edhe një herë në fillim të intervistës së tij, në fillimet e para të intervistës, ai thoshte që i kishin dhënë edhe një sferë. Ajo sferë nuk dihet se përse mund të shërbente, po i thanë kjo sferë është tepër e rëndësishme për këtu, në planetin Tokë dhe për ju. Dhe është mirë t'ja çosh një ufologu. Dhe ai donte që t'ja çonte këtij ufologut një Alan, nuk e mbaj mend emrin tani, amerikan, që pas një viti ai vdiq, ky Alani. Dhe kështu që s'mundi që t'ja çonte këtë sferën. Megjithatë, pas një viti, herën e parë që ishte takuar, megjithatë, kaloi kohë, kaluan vite, dhe Pieri u takua shpesh me ta. Tani, nuk ishte vetëm një episod, por ishin shumë episode. Dhe hipnozat që ai bëri, hipnoza regresive, bëri disa hipnoza regresive dhe dinin po
të njëjta pothuajse të gjitha. Kishte disa gjëra ndonjëherë që thuhesh që nxirrte, por kryesisht ishin ato që kishte thënë fillimisht. Dhe e bukura është që edhe në intervistën Mistero, nëse keni parë tek intervista tek ai programi Mistero tek Italia 1, ai flet kaq rrjedhshëm Pieri, përveç se është një polic, si mund të quhet, një polic i forcave, por me një fjalë i guardia giurata, si quhet, me një fjalë polic i betuar, por është me një fjalë edhe njeri, përveç se njeri i zgjuar, është edhe njeri me këmbë në tokë, pra nuk flet dokra, po ta shikoni edhe në intervistë, por edhe kështu, si njeri duket që është njeri që nuk thot budallëq. Tani, edhe sikur ai të thoshte budallëq, edhe sikur ka miliona njerëz në mbar botën që pretendojnë të njëjtën gjë, që thonë të njëjtën gjë, atë që ka thënë edhe ai. Dhe për më tepër, nuk ka një vend të planetit që nuk kanë njerëz që thonë që mos të thonë këtë gjë, që kanë patur kontakte me forma të tjera jete. Siç e kemi thënë dhe ne në Mision Enigma, që edhe në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, Malzi, keni me dhjetra. Dhe disa prej tyre, po t'i vini re, për shembull si ajo gruaja që ju kam thënë nga Fieri, që ajo nuk do të bëhet e famshme, nuk i pëlqet fare se përkundër, ajo nuk do të dalë fare në televizor. Ajo vetëm kur më kontaktoi fillimisht, unë dua vetëm të di çfarë ndodh. E keni parasysh, një njeri që ka kontakte gjithmonë dhe thot gjeta dikë që është i të njëjtit nivel dhe flet për të njëjtat gjëra që flas unë. Dhe ky ishte fakti që donte që më takoj. Pra që më kontaktoi ajo gruaja nga Fieri. Por unë doja t'ju thoshja që kohët e fundit, nëse keni vënë re, deri në vitin 2024, u fol gjithësisht, po thuaj çdo ditë për faktet për alien. Tani nuk flitet më. Pse? E keni vënë re? Pse nuk flitet më? E thjesht. Për mendimin tim është kjo, pastaj do më thoni ju nëse është kështu apo jo. Sepse në një moment caktuar duhet që të ndryshosh mendimin kolektiv dhe duhet që të shkosh pra atë që bën ata. Dëshironi që ndryshoni mendimin kolektiv të gjithëve, që ka diçka atje jashtë, sepse jo të gjitha janë fake, këtë na thanë, në sintezë kjo është, pra që ka diçka atje jashtë të mistershme dhe jo çdo gjë është fake, dhe e thanë publikisht. Pastaj qëndrojnë pak, bëjnë disa lëvizje politike apo lufte apo shoqërore apo çfarë janë, dhe pastaj do flasin sërish dhe herën tjetër do jetë akoma më fort. Mbani mend këtë që po ju them unë. Ja u thash në vitin 2019 që shumë shpejt shumë gjëra të ndryshojnë. Dhe në fakt 2024 e thanë publikisht që ekzistojnë. Tani, edhe pse dikush nuk e ka kuptuar ende. Dhe sa afërmi, po sikur të dalin dhe thonë kemi fakte. Pra do dalin që do thonë kemi fakte. Unë po ja u them që tani, mbajeni mend këtë. Do kalojnë 2-3 vite, jo shumë, sepse viti 2030 sa po vjen, kështu që 2-3 vite, para se të vi viti 2030, dhe pastaj do e thonë publikisht. Megjithatë, unë do dëshiroja një komentin tuaj, çfarë mendimi keni për këto kontakte me forma të tjera jete, dhe a e kishit dëgjuar ndonjëherë këtë çështjen Pier Fortunato Zanfretta. Unë do t'ju lë dhe këtu atë foton se si ishin këto qeni që ai takoi, si kishte pikturuar me anë të një piktori, dhe pres kalor fshi një ditë bukur dhe ju përqafoj dhe më thoni, sepse pres dhe komentet tuaja, sepse unë jam një i vetëm që flasin për këto argumenta, kështu që do dëshiroja që nëse ndonjëri nga ju ka ndonjë kontakt me alienët, të paktën dhe na i thot. Hajde, kalofshi bukur, erdhën çunat. Hajde, ditë mirë.